Përshëndetje shenja e Briciapit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat I ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi karroca, kalorësi kupave, 3 monedat, 3 shpatat dhe faqja e shkopimve që ranë së bashku njëkohësisht. Atëherë në gjendjen personale java fillon me një energji shumë të fortë lëvizjeje. Karroca është karta e vendosmërisë dhe drejtimit. Ju mund të ndjeni se jeni gati të merrni kontrollin mbi një situatë ose mbi rrugën tuaj. Kjo është një energji ku ju nuk dëshironi të qëndroni më në vend, dëshironi të ecni përpara. Menjëherë pas kësaj shfaqet kalorësi I kupave që sjell një dimension emocional. Kjo mund të tregojë një mesazh, një ndjenjë romantike, një gest të bukur ose një situatë që prek zemrën tuaj. Mund të jetë edhe një moment kur ju veproni duke ndjekur ndjenjat. 3 monedat tregon bashkëpunim dhe ndërtim. Ju mund të punoni me dikë, të ndani ide ose të ndërtoni diçka së bashku, qoftë në nivel profesional ose në nivel personal. Por më pas kemi 3 shpatat. Karta e zhgënjimit ose dhimbjes emocionale. Kjo mund të tregojë një moment ku një e vërtet del në dritë ose një situatë që ju lëndon paksa. Kjo nuk është me patjetër një dramë e madhe për disa, por mund të jetë një moment që ju bën të reflektoni për ndjenjat tuaja dhe marrëdhëniet me të tjerët. Në fund kemi faqen e shkopimve që është energjia e rinisjes dhe kuriozitetit. Por mund të bëhet fjalë edhe për në një fëmijë me këtë kartën e faqes së shkopimeve. Pas çdo zhgënjimi, ju gjeni sërish entuziazmin për të vazhduar përpara. Kartat këshillojnë të mos lejoni që një moment emocional t'ju ndalojë rrugën, sepse ju keni energjinë për të ecur përpara dhe për të gjetur mundësi të reja. Shikoni çdo sfidë si një mësim, sepse të tilla janë sfidat, dhe përdorini ato për të rritur vetbesimin tuaj. Kalojmë tek familja. Në familje kemi 3 kupat, krye briftoresha, mbretëresha e shpatave, 5 monedat. Në familje, java fillon me një energji pozitive. 3 kupat shpesh tregon momente bashkimi, biseda të këndshme ose në një rast ku njerëzit mlidhen dhe ndajnë emocione të mira. Por menjëherë pas kësaj shfaqet krye briftoresha që tregon se në familje mund të ketë edhe gjëra që nuk thuhen hapur. Pra, ka diçka që fshihet në familje, mund të ketë një sekret, një ndjenjë të fshehur ose një intuit që ju e ndjeni për një situatë familjare, e dini se çfarë po ndodh ose e nuhasni. Mbretëresha e shpatave sjell energjinë e së vërtetës dhe qartësisë. Kjo mund të tregojë një figurë femërore në familje që është shumë e drejtë për drejtë, që mund të jetë edhe shenja ajri, ose një moment kur ju duhet të flisni me sinqeritet dhe maturi, në mënyrë të prerë dhe ndoshta ndonjëherë dhe të ashpër. Në fund kemi 5 monedat, që mund të tregojë një ndjenjë izolimi ose shqetësimi për një çështje praktike ose financiare në familje. Kartat këshillojnë nëse ndjeni se dikush në familje po kalon një periudhë të vështirë, mos qëndroni indiferent. Mbështetja juaj emocionale mund të jetë shumë e rëndësishme, gjithashtu duhet të dëgjoni intuitën tuaj sepse ajo mund t'ju tregojë më shumë se sa fjalët. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi rrota e fatit, mbretëresha e kupave, 7 kupat, 8 kupat. Në dashuri, kjo është një nga pjesët më të thella të këtij leximi, sepse narrativa e dashurisë fillon me rrotën e fatit, kartë e ndryshimeve dhe kthesave të papritura.
Pra në dashuri mund të ndodhë diçka që ndryshon komplet krejtësisht në mënyrën më të paparashikueshme të mundshme situatën apo drejtimin e situatës. Edhe ndonjëherë kjo kartë tregon edhe takime karmike ose situata që duket sikur janë të destinuara. Pas kësaj shfaqet mbretëresha e kupave, që është simboli i ndjeshmërisë dhe dashurisë së thellë. Kjo energji mund të tregojë një person shumë emocional dhe të kujdesshëm në jetën tuaj, ose mund të tregojë që ju vetë po veproni nga një vend shumë i ndjeshëm dhe intuitiv. Më pas kemi 7 kupat, që është karta e iluzioneve dhe opsioneve të shumta. Pra në dashuri kjo mund të tregojë konfuzion, mund të ketë shumë mundësi, shumë ndjenja ose shumë skenar në mendjen tuaj. Në fund kemi 8 kupat, që është karta e largimit emocional dhe kërkimit të diçkaje më sensitive. E kjo nuk është gjithmonë ndarje, shpesh është një vendim për të mos qëndruar më në një situatë që nuk ju përmbush më shpirtin, nuk e ushqen më shpirtin tuaj, është e kotë. Pra narrativa e dashurisë për ju më lë të nënkuptoj se fati ju sjell një ndryshim të papritur. Zemra fillon të hapet, lind një konfuzion dhe në fund ju kërkoni një dashuri më të vërtetë dhe më të ndjeshme. Pra, këshilla për ju në dashuri është të mos humbni në fantazi ose iluzione, ose në skenar të shumt. Pyesni veten, a më ushqen mua kjo lidhje shpirtërisht? Nëse përgjigjja është jo, ju mund të ndjeni nevojën të largoheni nga ajo që nuk ju përmbush më. Por nëse përgjigjja është po, atëherë kjo javë ju kërkon të sillni qartësi dhe ndershmëri emocionale në marrëdhënie. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 10 kupat, 7 monedhat, faqa e kupave, 2 kupat dhe asi i shpatave që ranë së bashku njëkohësisht. Në punë energjia duket shumë premtuese. 10 kupat tregon një ndjenjë përmbushjeje ose një ambient ku ju ndiheni emocionalisht mirë. Pra mund të jetë një projekt që ju jep kënaqësi ose një ekip ku ndiheni të vlerësuar. 7 monedha tregon pritje dhe reflektim mbi rezultatet e punës suaj. Ju mund të mendoni, kam investuar shumë, çfarë do të vijë tani? Faqa e kupave mund të tregojë një ide të re kreative ose një ofertë të re ose një komunikim pozitiv në lidhje me punën. 2 kupat është një kartë shumë e mirë për partneritete dhe bashkëpunime. Pra mund të ketë një marrëveshje të re, një bashkëpunim ose një lidhje profesionale që funksionon shumë mirë. Në fund kemi asin e shpatave, karta e qartësisë dhe fillimeve të reja. Kjo sugjeron një ide të fuqishme, një vendim që është i rëndësishëm ose një mundësi që hap një rrugë të re në punë. Kartat këshillojnë të besoni në idetë tuaja dhe mos keni frikë të shprehni mendimin tuaj, pasi kjo javë mund t'ju jap mundësinë të filloni diçka të re ose të bëni një hap të rëndësishëm në karrierë. Kalojmë tek Prism Oracle, ku kemi zemërim. Atëherë, çfarë na lë të nënkuptoj kjo kartë? Kjo kartë është shumë interesante në kombinim me përhapjen e sferave të tjera, sepse ajo tregon se gjatë kësaj jave mund të ndjeni një emocion të fortë, që në këtë rast mund të jetë zemërim, frustrim ose ndjeni një lloj padrejtësie, një lloj mlefi ndaj kësaj padrejtësie që ju është bërë juve. Por mesazhi i kësaj karte është i qartë. Zemërimi është një energji që mund të përdoret për transformim, sepse është i fuqishëm. Kur zemërimi është i fuqishëm, bën transformime të mëdha. Pra në vend që ta shtypni këtë ndjenjë, pyeteni veten, çfarë kufiri duhet të vendos, çfarë nuk është më në përputhje me mua, çfarë ndryshimi duhet të bëj në jetën time. Kur ju e përdorni këtë energji me vetdije, ajo mund të bëhet një forcë që ju shtyn drejt një jete më të drejtë dhe më autentike.
Pra, kjo javë mund të sjellë emocione të forta dhe disa reflektime të thella, por ajo gjithashtu hap dyert të reja në dashuri, në punë dhe në rrugën tuaj personale. Nëse dëgjoni zemrën dhe intuitën tuaj, mund të dilni nga kjo javë më të fortë, më të qartë dhe më të lirë emocionalisht. Paçim!